Jemi rikthyer sërish në studio dhe tani siç lajmërova në këtë pjesë do të kemi sociologun Rezak Jakupi me të cilin do të flasim për migrimin për punë dhe mungesa e punëtorëve në vendin tonë, arsyet pse të rinjt apo edhe të tjerët në fakt migrojnë në vendet e jashtme pikërisht për punë. Shpresoj ta kem zotin Rezak në linjë. Përshëndetje zotin Rezak, faleminderit shumë që ndat kohë që jeni pjesë e emisionit Ftesë në studio. Gjithashtu ju përshëndes dhe faleminderit për ftesën. Nuk dëgjohet. Më gëzon fakti se çdo herë gjeni tema interesante dhe atraktive për të cilet opinioni ka interesim. Jam i gatshëm sadopak të kontribuoj në dhënien e përgjigjeve dhe në sqarimin e faktorëve të cilët ndikojnë te migrimi për drejtat dhe liritë e punëtorëve, situatën aktuale e kështu me radhë. Faleminderit shumë edhe një herë. Si e shihni ju pikërisht këtë fenomenin që në fakt është bërë tashmë një fenomen i madh në vendin tonë që migrojnë, por pikërisht kur migrojnë edhe për punë. Si e shihni këtë fenomen? Po, ky fenomen shihni fenomenet bëhen atraktive në momentin kur fillohet të maten ata nëpërmjet dhënave statistikore. Ky fenomen vetëm që është pak më evident kohëve të fundit, mirë po si i tillë ekziston që moti. Ekziston me dekada, me decenje, kështu me radhë, me shekuj, ashtu që është një dukuri e cila nuk mund të çrënjoset, nuk mund të themi mos ekzistoj, por është një dukuri e cila kohë pas kohë herë është më e shprehur, herë është më pak e shprehur, herë është shumë ekspansive, ashtu që si e tillë si fenomen është në fokusin e shumë teorive, shumë shteteve, shumë analistëve dhe shumë të organizatave të cilat hulumtojnë këtë proces mjaft i cili është i ndërlikuar. Cilat mendoni se janë arsyet kryesore pse njerëzit vendosen të largohen pikërisht për punë nga vendi ynë? Shef, arsyet kryesore sipas teorive neoklasik, ku vjen në shprehje potencimi i faktorëve socio-ekonomik, arsyet e largimit janë nga të ndryshme, pasiguria, varfëria, mungesa e vendeve të punës, situata konfliktuoze, rrethanat politike, ato ekonomike, e kështu me radhë. Domethënë, me siguri gjatë do të pasojnë edhe pyetje tjera ku do të kemë mundësi që të shprehen për secilin segment dhe faktor veçmas, ashtu që vetëm i potencova dhe numrova faktorët të cilët ndikojnë në procesin e migrimit, ashtu që varësisht në cilën mjedis dhe shoqëri dhe cili ka përparësi dhe cili është më shumë i theksuar prej këtyre faktorëve të cilët të përcaktojnë procesin e migrimit. Po, patjetër, sigurisht që nëse mund na jepni më shumë detaje edhe si sociolog si e shihni këtë pjesë, edhe për pjesën e pagave, varfërisë, domethënë si ka ndikuar edhe për të emigruar, nëse mund t'i flasim pikërisht të faktorët edhe më detajisht, ashtu siç thatë. Po shef, në esencën e njeriut, si esencë, si qenje natyrore, shoqërore, biologjike, e mençur, do të thoja, çdo herë ekziston edhe ajo që tenton që vetvetes dhe familjes së tij t'i sigurojë kushte sa më të mira jetese. Koha dinamike rrit edhe apetitet e vetë bartësve të familjes dhe vetë njerëzve, sepse nuk është situatë e njëjtë kur ti ke mund me shkollu 2-3 fëmijë, 4 fëmijë me të njëjtat tesha, me argjime minimale në krahasim me sot, këtë kohë dinamike, në kohë tekniko-teknologjike shumë në nivel më të lartë. Ashtu që sipas meje dhe sipas ekspertëve, çdo herë në esencë qëndron tentativa për të siguruar vetvetes dhe familjes kushte dhe rrethana sa më të mira në lidhje me realizimin dhe plotësimin e jetës tonë edhe nevojave kulturore, ekonomike e kështu me radhë. Sigurisht që i përmendet edhe këtë pjesën ekonomike, por gjithashtu edhe një nga faktorët është mbase edhe siguria në vendin e punës. Dhe këtë duat pyes sa rol luan edhe mos pasja e sigurisë në vendin e punës për të marrë edhe vendimin për të migruar për punë në vend tjetër. Po unë do të thoja jo vetëm sa i përket segmentit të sigurisë në vendin e punës, por do të potencuar edhe
lartësinë e pagës në atë vend pune, sepse na jemi shtet në tranzicion, ashtu që sot e shenjë një kompani me rrogat mëra, me krejt benefitet, pas 2 muaje është në falimentim ose pushon se ekzistuari, që do të thotë një treg jo stabil, një situatë e cila i brengos të rinjt, edhe punëtorët në përgjithësi, prandaj është një faktor, sepse të në momentin kur nuk mund t'i realizojsh nevojat elementare, ajo veç është problem, jo vetëm për tebe për gjithë shoqërinë. Të hap një segment tjetër, kështu nga disa autorë anglezë, gjatë leximit për procesin e varfërisë, ku decid disa autorë potencojnë të na kjo dukuri varfëria perceptohet në mënyrë tjetër, por edhe unë nuk e kisha të qartë, por e kuptova se sipas definicionit të varfërisë të këtyre teoretëve, në Angli është i varfër çdo kush i cili nuk mund t'i plotësojë nevojat elementare. Tash ta kthejmë te na këtu. Do të thonë nuk mund t'i plotësojë nevojat kulturore, një herë dale me familjen në javë, në darkë, të bleje literaturë për të lexuar, bleje gazetë ditore, vesh mbathje, do të thonë gjitha këto shkollim, ai thotë çdo kush i varfër i cili nuk mund t'i plot. Tash ta kthejmë te na me 23-4.000, 5.000 denar sa është rroga minimale, vallë, a mund një familje 4 antarësh t'i plotësojë nevojat e veta? Ma nuk mund këtu flasi vetëm për nevojë ekzistenciale, jo edhe për plotësim, se njeriu është qenje e ngritur, qenje e vetëdijshme, ai nuk ka vetëm nevojë për ripërtrije të vetë fiziologjike, vetëm plotësimin e nevojës për ushqim, pa ai ka edhe nevoja tjera, ka nevojë për estetik, ka nevojë për plotësim shpirtëror, ka nevojë për teatr, ka nevojë për shumë nevoja të ndryshme. Mbas edhe ndonjë pushim, sigurisht. Sigurisht, normal në kuptohet, për rekreacion. Gjë normale që ai për ndjekjet muzikës klasike, të koncerteve të ndryshëm, të evimenteve kulturore sa i përket artit, ekspozitave të ndryshme, kështu me radhë. Domethënë, a jemi në gjendje me atë rrugë? Jo, unë them jo asesi, por në favor të nevojave ekonomike në mënyrë indirekte, në vetdije i shtypim dhe nuk i favorizojmë edhe nevojat tjera që janë të arsyeshme. Sheftej, po që se e tepron në plotësimin e nevojave, ato nuk janë të arsyeshme, ato megalomane, do në ti çdo natë shkush në restoran, çdo natë ashtu, çdo ditë të ndrysh garderobën, e veç ma është e tepruar. Po na këtë flasim për sigurim minimal dhe plotësim të nevojave sa mundim na me ata të mira që i realizojmë. Do të thënë asesi. Prandaj më vonë do të vim tek pyetja juaj se pse migrojnë të rinjt, pse nuk rejnë këto, pse i duket ma mirë jashtë, me siguri pasojnë edhe pyetje tjera, do të mundohem të jap përgjigje. Po, sigurisht, në fakt, unë duat pyes edhe, sepse ishte, pyetja është, në fakt, tema ajo është pikërisht ajo pse migrojnë të rinjt jashtë, por gjithashtu duat pyes edhe pak edhe për, duke qenë se mungesa e punëtorëve tashmë tek ne është bërë një problem dhe dita ditës ky problem po rritet, por si ndikon në aspektin social të vendit, gjithashtu edhe në aspektin ekonomik, por kryesisht edhe në aspektin social të vendit, edhe a mendoni se shteti ka politika efektive për t'i mbajtur të rinjt në vend apo duhet bërë më shumë? Në shprehem figurativisht, është një moment i rrallë që tregu i punës tash ka nevojë për punëtor. Edhe tash, kthehet ai bumerangu kur të punëtorin i tallur, e ke përbuzur, në çmuar, tash ai i dikton, i parashe kushte të reja, sepse ti ke nevojë për atë, dhe çdo ditë dëgjojmë biseda se ma mirë është këto, të kesh një rrogë 700 euro, 1000 euro, se sa ti jesh jashtë, ku mungon jeta sociale, jeta kulturore, interaksioni midis familjeve, interaksioni midis vetë njerëzve, e x. Unë mendoj se largimi i të rinjëve nuk është bë për një moment aq të përshpejtuar, por me siguri duke jetuar në rrethana, siç thash parës, në tensione politike,
pasiguri ekonomike, gjendje varfërie. Na themi se jemi shtet social, por në praktik shtet social janë shtetet skandinave, Suedia, Norvegjia, Finlanda e kështu me radhë. Prandaj për shkaqet se pse të rinjt vendosin të largohen nga vendi, e thash edhe më parë, është tentativa për të siguruar një jetë më të mirë. A unë them kështu, tash kjo është mendimi im subjektiv, çdo i ri që bën tentativë për të larguar nga vendi, qëllim parimor e ka sigurimin e një ekzistence më të favorshme për familjen e vet dhe fëmijët e vet. Shumë e vërtet. Unë doa të pyes pak edhe për pasojat afatgjate të cilat mund t'i ketë një vend në një shoqëri ku punëtorët ikin me të madhe. Për shembull, pasojat afatgjate të tregoj drejt, unë kur dalna për qytet gjatë procesit kur vënë këta njerëzit tanë që gjenden jashtë vendit, të tregoj drejt se mënyra e komunikimit është gati 70-90% midis veti komunikojnë gjuhën gjermane, gjuhën franceze, gjuhën italiane. Ja të me thonë një pasojë, te kur komunikon në gjuhën e dikujt tjetër, te edhe fillon të mendosh edhe në gjuhën e tij. Kur fillon të mendosh gjuhën e tij, ti atëherë fillon të praktikosh edhe vlera të cilat i respekton ai shoqërinë. Çka do të thotë vlera? Vlera traditat, veshjen, e kështu me radhë. Dhe kjo është një pasojë që do të vijë pas 50 viteve, 70 viteve, që te mo të ri që janë atje këtu nuk kthehen, edhe nëse kthehen, do të mundohen të vendosin në interaksionin shoqëror vlera të reja. Domethënë një pasojë. Pasojë tjetër që shihet se shtetit nuk i mungojnë strategji, hartimi strategjive, ti mund të hartojsh sa du strategji si çfarë. Ka hartim për kthimin e mërgjimtave nga jashtë, strategji hapje të reja të vendeve të punës, mirë po ato punë nuk realizohen brenda natës, ato du të kesh një tradit gjatë, du të luftohet me vite e dekada, veçanërisht në shtetet e Ballkanit Perëndimor, në shtetet e tranzicion, pse e potencoj këtë? Për na kemi pak një vadije, një vetdije, një komoditet pak ma relaksativ në krahasim me shtetet e Perëndimit, ashtu që na çdo gjë e kuptojmë pak si me, mos them jo në mënyrë serioze, mos shprehem i vrasht, por i kuptojmë pak si në mënyrë relative, Na pak jemi këtu edhe ndryshimet pak i kuptojmë ashtu. Pasojat do të ndjen ma vonë, thash pasojat me siguri, po ka një problem që unë dusha dikun të ndonjë pyetje tjetër me siguri që du ta parashtroni ju, o problemi ja, nuk shkojmë jashtë, do rrim këto. Po, okej. Do vej një kompani gjermane dhe kërkon njerëz të kvalifikuar me zanat. Ti nuk ke. Nuk ke. Pasoja në këthet për i tash, pse? Me restrukturën e kvalifikimit dhe strukturën e arsimit atyre që kanë emigruar dhe do të gjesh me njerë për tigjen. është letë, thosh jom pa punë, shteti le të mgjeje punë, po amon shteti kërkon për shembull fabrika gjermane, kërkon njerëz të cilët din zanati, njerëz të instalues elektrik, kërkon profilet ndryshme, aty nuk i ke, ti mund të ish, a ke certifikim, a ke diplom për atë gjë, dhe ai çka thot, po nuk investoj këtu, do shkoj dikun tjetër do investoj, sepse ne çdo herë kemi qejf fajin tonë, atë mungesën tonë në të kaluarën që udhim dikujt tjetër. Me thonë, ju nuk e di, jeni shumë e reja, po unë të tregoj të në qendër Gostivarit përpara mund që dalesh të qendra të edhe komod gjejsh me i 13-14 vjeçar i cili realizon të rogë sa një njeri me fakultet duke laj pjata në për ish Jugoslavin, edhe interesimi për shkollim u humb. Ashtu që tash, ku e përmendet parë strategji ndryshme, na kemi strategji dhe mund të vejë po una që na duhen 100 jurist, na mendojmë se i kemi këtu njerëzit të rritë krejt kanë migru. Sepse te do të dish sakt, sepse kur harton strategji, ti du të bësh planifikim për popullsinë tënde.
sa si duhet, ku do punësoj, çfarë do punësoj, çfarë profili ke nevojë, atëherë të edhe më nuk paraqet hiperproduksion të vetë kuadrove. Të prodhojmë 5.000 jurist, 5.000 mjek, kurse profile tjera do t'i lëm anash pa përfshirë. Interesant, është edhe një zem, do të them kështu, këtë potencoj nga përvoja, sepse baza e çdo shoqërie është ekonomia dhe rendi juridik. Po shkove ti shkollë të mesme ekonomike, kërkesa është më e vogël për regjistrim të kuadrove të reja. Sepse krejt shkojnë atje ku shkojnë tjerët, krejt shkojnë nevojë me kohën për ke bazë dhe super bazë, dhe me thënë të ndërtimit të shoqërisë. Ashtu që çdo herë ka patur drejtësi, do të ketë, çdo herë ka patur prodhim, por tash është më i sofistikuar, do të ketë, ama jo të bëjmë hujum krejt me një profil pa mbajtur llogari se çka i nevojë shoqërisë. Atë që thatë shteti bën, harton program e strategji, po ndonjëherë edhe ato strategji nuk do t'i dalen mirë në praktik. Shumë e vërtet, në fakt mirë e thatë, sepse ne kemi mbase profesione ku ka shumë të diplomuar le themi, por kemi edhe profesione ku kemi shumë deficit, në profesione të ndryshme kemi mungesë edhe të punëtorëve. Duke qenë se zotë Reza kemi nga fundi, unë dua t'ju pyes pak, si mund të ndikojnë edhe marrëdhëniet punëdhënës, punëmarrës edhe në vendimin për të emigruar, por gjithashtu edhe si mund të përmirësohen edhe më shumë kushtet për t'i bërë që të rinjt apo njerëzit punëtorët të qëndrojnë në vend? Shif, kjo pyetje kërkon pak ma elaborim, sepse ju duhet të dini që në vitin 1866, kur së pari herë organizohen punëtorët për realizimin e drejtave të veta duke propaguar teorinë 8+8+8, që do të thotë 8 orë punë, 8 orë pushim, 8 orë aktivitet kulturor, që edhe sot ki parim po luftohet, duke u nis nga Internacionale e Parë e Londrës, nga themelimi i komunës së Parizit, e cila zgjati 2 muaj, e cila pikërisht u bë si një pandan i revolucionit francez borgjes, me një fjalë të drejtat e njeriut sot në këtë kohë moderne, edhe pse jetojmë në një kohë dinamike, nuk do të thotë se janë tërësisht realizuara. Po të ishte kështu, nuk do kishte nevojë të festohesh të dita e punëtorëve, 1 maj, ashtu që punëdhënës punëmarrës ka edhe eksploatimet ndryshme, edhe mos realizim të drejtave dhe lirive të vetë njeriu, mos respektim i të drejtës së punës, mos respektim e organizatës ndërkombëtare të punës si njësi speciale organizatës së kombeve të bashkuara, ashtu që respektimi i punëdhënësit dhe ati që kërkon punë, do me thonë duhet në mënyrë pak ma konkrete të realizohet. Si? Po duke përdorur organet të inspektimit, duke e ditur punëtori cila është e drejta ati, duke patur njohuri, duke qenë edukuar. Se sheftë të them një të vërtet të madhe, na dumë shumë të drejta, por nuk dumë t'i respektojnë. Shumë e vërtet. Me thonë, demokracia t'jep të drejta, por njëkohësisht kërkon edhe respektim të atyre të drejtave. Ligji për marrëdhënie pune t'jep shumë të drejta, por vallë ku jetoj. Ti nëse nuk je rregull punë, ti nuk je rregull punë, punëdhënë si merr masa, ti më njëherë del me teori se ai ti nuk don, po ti nuk punon për mua. Shumë e vërtet. Jo, ti nuk punon për mua. Shumë e vërtet, zotë Rezak. Po, shumë e vërtet. Jo, zotë Rezak, duke qenë se jemi nga fundi tash, unë dua shumë t'ju falenderoj për të gjitha informacionet në fakt edhe për këtë diskutim që na dha sot. Faleminderit shumë edhe një herë që ishit pjesë e emisionit Ftesë në studio. Faleminderit edhe juve, kur do jam i gatshëm të kontribuoj aq sa kam mundësi. Shumë faleminderit. Kjo është ditën e mirë, mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim.